Fillimisht, vëllezër e motra, ju urojmë festën e Kurban Bayramit, këtë festë të veçantë me të cilën Allahu na ka nderuar si ummet, festë e cila ngërthen në vete dimensionet e ndryshme që kanë të bëjnë edhe me aspektin hyjnor, edhe me aspektin njerëzor, aspekte të ndryshme të cilat ndërlidhen me jetën tonë, qoftë atë psikologjike, qoftë aspektin human, aspektin e solidarizimit me tjetrin, e më shkurt pra tema të cilat vërtet na e dëshmojnë se festat tek ne pra në Islam dallon shumë nga festat e të tjerëve, e që fillimisht, siç thash, festa tek ne së pari është që e mbulon aspektin e dimensionit hyjnor, sepse është festë me të cilën Allahu xhaleshanu pra na ka nderuar, edhe e ka nderuar pra këtë ummet me Kurban Bayramin, po edhe me Fitr Bayramin i cili vjen pas agjerimit të Ramazanit. Kur fjala për Kurban Bayramin, pra është një festë e veçantë e cila na vjen po ashtu pas një ibadeti, pas një adhurimi madhor, që është pra adhurimi i haxhit, që është njëri prej kushteve të Islamit ton madhor, edhe më shkurt pra si konkretizim edhe finalizim i haxhit, vjen aspekti dohet i Kurban Bayramit, në të cilin muslimanët pra e festojnë jo përfundimin e haxhit, por konkretizimin inshallah edhe finalizimin e tij me sukses, atë që në fakt e dim se vërtet është një prej ibadeteve, adhurimeve që e kanë pas njerëzimi në të gjitha kohrat, e me cilin Allah na ka nderuar edhe ne si ummet Islam. Dimensioni hyjnor pra i festës e Kurban Bayramit tek ne në Islam fillimisht fillon me madhrimin e Zotit, qysh në mëngjesin e hershëm pra me faljen e namazit të sabahut, mandej edhe të Kurban Bayramit. E mandej, domethënë, kur fjala e aspektit njerëzor, fillimisht e dim se gjithashtu ne i përjetojmë edhe mundohemi me e përjetu në aspektin e festimit edhe gëzimit, edhe në aspektin ton individual e familjar, po edhe në aspektin domethënë farefisnor e edhe më të gjerë. Dhe për atë edhe mundohemi që vërtet me e zbukuru pra festën tonë, me vizitat e ndryshme, me dhuratat e ndryshme, sidomos kur fjala e fëmijëve tanë, po në të njëjtën kohë të dashurve tanë, të cilët po në të njëjtën kohë mundohemi edhe gjithashtu me e zbukuru pra festimin e Bayramit, edhe me organizime prej më të ndryshmeve e të cilat kanë bujnë me programe të ndryshme, me organizime kulturore, artistike, kështu me radhë, të cilat padyshim se të gjitha kërkohen nga ne, edhe besoj se në të gjitha anët vërtet ndihet pra atmosfera e festimit, ndihet pra atmosfera e festimit të Kurban Bayramit. Pos tjerash, Kurban Bayrami ngërthen në vete edhe dimensionin e sakrificës, atë që me një mënyrë kemi amanet nga Ibrahimi a.s. I birit i Ismaili, po edhe bashkëshortja e tij, e të cilët, siç e dim, që të gjithë kanë sakrifiku dhe vërtet kanë bërë një sakrificë të hatashme që me një mënyrë kanë tregu se ajo që ka Allahu xhaleshanu porosit, është ajo që duhet vërtet njeriu me qenë i bindur edhe me qenë në çdo kohë edhe situatë i gatshëm për të realizuar atë që Allahu xhaleshanu kërkon, sepse Allahu xhaleshanu kur nuk na kërkon diçka që është në damin ton. Dhe prandaj edhe e dim se kur vesh Ibrahimi a.s. e tregon gatishmërinë e tij të plotë për ta realizuar pra atë që Allahu e porositte atë për bërjen kurban të djalit e tij, dhe atë
pasi që e kishte prit me vitet të tona edhe me cilin Allahu e kishte gëzu tek në pleqëritë e tij të skajshme. Allahu xhaleshanu pra e porosit atë që pasi që edhe madje ai vetëm se bëhet gati thuja 13 apo 14 vjeç Ismaili, ma shkurt pra bëhet që tjetë një lloj krahu me e quajtur ashtu i prindit të tij, mu në këtë kohë Allahu e sprovon Ibrahimin a.s. për ta bërë pra kurban Ismailin, e që vërtet Ibrahimi a.s. duke qenë pejgamber edhe i moshun, edhe ndoshta edhe nuk është çudi që ti përgjigjet Allahu xhaleshanu, por çudia më e madhe është e vet djaloshi të ri, 13 vjeçar, i cili gjithashtu tregon gatishmërinë e tij të plot, edhe ma shkurt nuk hamendet për asnjë moment për t'ju përgjigj jo në këtë rast prindit, madje siç edhe i thot, përderisa je i urdhruar për shembull, përderisa po të porosit pra krijuesi ynë Allahu xhaleshanu, atëherë ifal, bëje i thot edhe ma shkurt pra nuk e lejon madje as shejtani nuk e lejon që eventualisht të arrit ta lajthit atë. Pra krejt kjo sakrificë dhe kjo gatishmëri e tyre shpërblet pra me atë që Allahu xhaleshanu i zaventson Ibrahimit a.s. birin e tij me një dash, me një fjalë kurban, e cilin edhe ne në ditët e sotme pra e bëjmë në shenjë të sakrificës, po edhe duke llogaritë se me këtë ne tregojmë edhe se jemi të gatshëm edhe me sakrifiku edhe aspektet të ndryshme që kanë bujnë me sprovat tona të jetës. Ne duhet të jemi të gatshëm që me tregu se jemi të gatshëm fillimisht me sakrifiku unin ton, me qenë ata të cilët vërat nuk e lejojmë që uni jon gjithmonë me na mbisundu, por ne duhet të jemi ata të cilët do ta dirigjojmë atë, nuk do t'i përgjigjemi në të gjitha kërkesat që ai i ka, por gjithmonë duke u mundu pra që me tregu se me aspektin e solidarizimit, me aspektin e sakrifikimit në jetë, ne mundohemi që vërtet me i bërë ato që Allahu është i kënaqur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe ajo që është gjithmonë në shërbim edhe në dobi të njerëzimit. Post tjerash, Kurban Bajramin ngërthen në vete pra edhe aspektin e solidarizimit me të tjerët, në veçanti ata të cilët kanë nevojë nga bonjakët, jetimët, skamnorët, të varfrit, pa të cilët për fat të keq nuk jemi edhe në këtë kohë, dhe prandaj e dim se vërtet edhe kurbanit të cilin e therrim në për shtëpitë tona, është e udhës që në gjithsesi ai të ndahet pra në 3 pjesë, siç na kanë oftuar edhe siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, e që është një pjesë për familjen, një pjesë për komshitë që vërtet pra mbahet edhe forcohet lidhja, domethënë fare fisnore domethënë sociale e njerëzve, po në të njëjtën kohë edhe një pjesë e tij të shpendohet pra për të varfrit. Ma shkurt pra Kurban Bajrami ngjashëm me edhe Fitr Bajramin, pos që janë ibadete, pos që janë festa edhe gëzim për çdo musliman e muslimane, ato janë në të njëjtën kohë edhe solidarizim me njëri tjetrin, pra edhe ma shkurt pra shpërndarja apo përhapje e këtij gëzimi edhe festimi në çdo shtëpi muslimane, madje kisha me thonë edhe në çdo shtëpi apo komshi që e kemi, pa marrë parasysh se i çfarë përkatësie fetare është. Dhe prandaj inshallah do Zoti xhaleshanu vërtet që në këtë festë të Kurban Bajramit nuk e lejojmë asnjë shtëpi, asnjë familje me mbet pa e përjetu vërtet atmosferën e bukur edhe të këndshme të Kurban Bajramit, por edhe duke e kursy pra çdo të varfër nga aspekti i bredhjes se paku bre në Bajram, mos të lejojmë që ata të bredhin rrugëve, të kërkojnë pra lëmoshë ndihma nga të tjerët, por ne të jemi ata të cilët do t'u atrakasin dyert edhe do t'i vizitojmë inshallah me dhurata edhe me mishin e kurbanit. Krejt në fund ju urojmë festën e Kurban Bajramit, duke lutë Zotin që në gjitha shtëpitë e juaja të mbretëron paqja, harmonia, dashuria ndërmjet veti, edhe solidariteti pra gjithë popullor
edhe gjithë kombëtar, inshallah do në Zoti xhaleshanuhu e presim edhe shumë bajrame të tjera edhe atë në gjendje e situata edhe më të mira se sa këto që jemi.